Besimtar, do të flasim sot për një histori të jashtëzakonshme, për një histori që Zoti i Gjithësisë e ka quajtur historinë tregimin më të bukur në Kur'anin famlar. Historia më e bukur që ka dëgjuar ndonjëherë njerëzimi dhe historia më e bukur që përmendet në Kur'anin famlar, thot Zoti i Gjithësisë. Nahnu naqussu عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Në të vërtetë, ne të tregojmë ty, o Muhammed, historinë më të bukur përmes shpalljes së këtij Kurani. Ndonse me të vërtetë ti nuk e qenë në dieni më parë, thot Zoti i Gjithësisë. Është historia më e bukur. Historia me elokvencën më të madhe, me mrekullitë e saj, me mësimet e shumta, me urtësitë që ka në të, këshillat që ka në të, përkujtimet që ndodhen pikërisht në këtë sure kaq madhëshore, nxitjet dhe paralajmërimet që Zoti i Gjithësisë i bën njeriu. Dhe në fund del në pa që njeriu me besim, kur mbështetet tek madhështia e Zotit të Gjithësisë, i bën ballë çdo lloj vështirësie dhe i bën ballë çdo lloj sprove, kur ai mbështetet madhështisë e Zotit, padyshim që në fund ai njeri do dalë me dinjitet edhe do dalë me sukses para Zotit të Gjithësisë. Është një sure që ka zbritur e tëra dhe e tregon historinë e Jusufit alayhis salam me detaje. Është nga historitë e vetme që Zoti e përmbledh në një sure të vetme. Një sure që nis me historinë e Jusufit alayhis salam dhe përfundon me suksesin që Zoti i dha pasi Jusufi alayhis salam u mbështet tek Zoti i Gjithësisë. Pra nis me fillimin e surës dhe mbaron dhe tërë sureja përshkruan me saktësi, me imësi Jusufin alayhis salam dhe ndodhit që kanë ndodhur në kjo Zoti këtë e quan si tregimin më të bukur që kanë dëgjuar njeriu. Dhe shumë dietar thonë kur njeriu është i pikëlluar, është i mërzitur, të lexojë, të dëgjojë historinë e surës Jusufit, historinë e Jusufit alayhis salam, dhe ai njeri do të gjej prehje, do të gjej qetësi në shpirtin e tij, kanë thënë dietarët nderuar besimtar. Është një sure që ka zbritur në Mekë dhe ka 111 ajete. Ka zbritur pas surës Hud, kur Zoti i Gjithësisë i përmend profetit alayhis salam, profetët e mëparshëm si Hudi alayhis salam, si Nuhu alayhis salam, si Salih alayhis salam, si Musa, si Ibrahimi, dhe kështu këta profet tregohet si Luti dhe Shuaibi alayhis salam, tregohen historitë e këtyre profetëve dhe historia e përballjes së këtyre profetëve me popullin e tyre, dhe ata që i pasonin profetët, Zoti i nderonte, dhe ata që nuk i pasuan këta profet morën dënimin e dhimbshëm që në këtë botë. Dhe pas kësaj sureje zbret sureja Yusuf, që tregon historinë e Jusufit alayhis salam, që në këtë sure ka vetëm qetësi dhe relaks të shpirtit të njeriu. Kjo sure i zbret profetit ton Muhamedit alayhis salam në kohën që ishte viti i pikëllimit, ku profetit ton nderuar i kishte ndruar jetë xhaxhai i tij Ebu Talibi, që e mbështeste nga të gjitha torturat dhe nga të gjitha dëmtimet që i vinin nga paria e Mekasve. Dhe ishte gjithashtu edhe vdekja e bashkëshortës së tij të dashur, që ishte Hatixha radhiyallahu anha. Dhe kjo sureje, duke i treguar vështirësitë që kishte kaluar profeti Jusuf alayhis salam, në një farë mënyrë ishte një ngushëllim për profetin, ishte një mbështetje hyjnore që Zoti i Gjithësisë, robin e tij të sinqert, robin që lidhet me Zotin e Gjithësisë, as sesi kurr nuk e humb Zoti mundin dhe devotshmërinë e tij që është mbështetur fort tek Zoti i Gjithësisë. Dhe këtë sure tregohet që hebrejt shkuan dhe e pyetën profetin alayhis salam, sepse ata nuk kishin një informacion të saktë për Jusufin alayhis salam, dhe kur e pyesin profetin alayhis salam, i zbret atëherë surja Jusuf e tëra, dhe profeti e përshkruan në mënyrë detajuar që ndodhet vetëm në Kur'an dhe nuk ishte e përshkruar në këtë formë tek librat e mëparshëm të nderuar besimtar. Kjo sure në Mekë nis në këtë formë: Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra ishin shkronjat ndërprera që arabët ishin në kohën që oratoria dhe poezia dhe letërsia kishte arritur kulmin në kohën e ignorancës, në kohën që profetit i kishte ardhur shpallja. Dhe ata garonin në njëri tjetrin se kush fliste më bukur dhe kush kishte poezitë më të bukura dhe kush ligjëronte më bukur.
dhe kur kishte zbritur Kurani me një stil të tillë ndryshe me gjuhën arabe, me shkronja të ndërprera, këta njerëz mahniteshin përballë bukurisë dhe elokuencës hyjnore të Kuranit famlar, tilka ayatul kitabil mubin. Këto janë vargjet e librit të qartë, dhe libri i qartë është fjala e Zotit, është Kurani famlar të nderuar besimtar. Në këtë histori tregohet për Jusufin alayhis salam. Dhe ne do të tregojmë historinë më të bukur dhe thelbi i historisë nis në këtë formë: idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Ku Jusufi i tha babait të tij: o babai im, kam parë në ëndër 11 yje, kam parë diellin edhe hënën që më bëjnë mua sejdë. I thot Jusufi alayhis salam babait të tij, që ishte gjithashtu profet, që ishte Jakubi alayhis salam, i pash duke më bërë sejdë mua. Jakubi alayhis salam, duke ditur marrëdhënien e ngushtë të tij me Jusufin alayhis salam dhe xhelozin që kishin ata kundrejt vllajit të tyre Jusufit alayhis salam, i tha: mos ja trego këtë ëndër vëllezërve të tu, sepse me padyshim do të bëjnë ndonjë kurth. I thot Jakubi alayhis salam. Ata e xhelozonin shumë, duke i thënë: ne jemi grup dhe Jusufi alayhis salam është vetëm me Benjaminin vllajin e tij, që ishin nga një nën dhe një nga baba, që ishin vëllezër me Jusufin alayhis salam. Dhe xhelozonin pa mas, dhe një ditë bëjnë kurthin për ta vrarë Jusufin alayhis salam nga xhelozia. Tu del në pa mëkati i parë njerëzor që shkataron në thelb njeriu, që shkataron familjen, që shkataron çiftin, që shkataron çiftet, familjet, shoqëritë dhe mbështetet, është padyshim xhelozia. Smundja që është duk çdo popull, thot profeti alayhis salam, padyshim që është xhelozia. Dhe shikoj vëllezërit e Jusufit alayhis salam, një xhelozi të tillë, shkurtimisht i bëjnë të gjitha dredhidhja, mbushin mendjen Jakubit alayhis salam, që t'i bëri një kurth, një komplot për ta zhdukur, për ta zgjësuar vllajin e tyre. Por dikush prej tyre, gjatë rrugës që shkuan për ta vrarë Jusufin alayhis salam, i thot që ta hedhim në një pus Jusufin alayhis salam, ashtu ishte caktimi i Zotit gjithësisë, dhe kështu e hedhin Jusufin alayhis salam në pus. Dhe kthehen: wa ja'u abahum 'isha'an yabkun. Dhe në mbrëmje shkojnë tek babai i tyre, tek Jakubi alayhis salam, duke qarë. Dhe i thënë: o babai ynë, ne e lam Jusufin kujdesej për plaçkat tona, për rrobat tona, dhe ishim duke u argëtuar, dhe atë e hëngri ujku, i thon Jakubit alayhis salam. Dhe shkojnë tek Jakubi alayhis salam me një këmishë të gjakosur të Jusufit alayhis salam, dhe Jusufi alayhis salam ishte hedhur në pus të nderuar besimtar. Dhe Jakubi alayhis salam thuhet që ishte shumë i ditur, dhua ilmin, Allahu i kishte dhënë shumë dituri, dhe sa herë që fliste përmendte Zotin e gjithësisë, dhe thot: "Fa sabrun jamil", o Zot, më jep durim të mirë. Më jep durim forcë, i thot Jakubi alayhis salam. Wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Zoti i kërkoj mbrojtje, ndihmë për atë që ju po përshkruani, i thot Jakubi alayhis salam, nderuar besimtar. Një karvan që kalon për të shkuar drejt Egjiptit për tregti, kur shkojnë çojnë njeriu për të mbushur ujë nga pusi që ndodhi në atë zonë, Jusufi alayhis salam në ato kohë ishte 12 vjeçar, një djalosh i vogël. Dhe kur hedhin kovën, ai ka savirët në litarin që hidhet për të mbushur ujë njerëzit, dhe kur e nxjerrin lart, qalu hadha gulamun ya bushra hadha gulamun wa asarruhu bidaa. Dhe kur e nxorën pa lart, Jusufin alayhis salam thon: kjo është një mrekulli, kjo është një sjarriq që ne gjetëm një djalosh kaq të bukur në këtë çaste. Dhe ata e morën Jusufin alayhis salam dhe e shitën me një çmim shumë të rëndom, thot Allahu azza wa jall, dhe e çuan treg dhe e shitën si plaçk tregtie Jusufin alayhis salam, të djalosh të dalluar, të bukur, në moshën 12 vjeçare. Dhe në këtë moshë 12 vjeçare, këtë e blen në treg Azizi, që ishte ministri i financave të Egjiptit, bashkë me bashorten e tij Zulejhan, dhe e marrin në shtëpinë e tyre dhe kujdesen për të, dhe e bëjnë sikur e birësojnë Jusufin alayhis salam. Ai ishte njëri me pushtet, dhe Jusufi alayhis salam në moshën e pubertetit deri në moshën 17 vjeçare qëndroi në këtë shtëpi,
Dhe ai ishte një njeri me një hishi shumë plot. Zoti i gjithësisë e kishte krijuar shumë të bukur Jusufin alayhis salam. Por sprova e tij nuk mbaron të këtu. Bashortja e Azizit që e kishte blerë në treg e josh me të gjitha format Jusufin alayhis salam dhe e fton drejt imoralitetit, drejt zinas Jusufin alayhis salam. Ai tha qala ma'adallah. O ghallabatil abawab, dhe i mbylli të gjithë dyert e zonja e Azizit, pra bashortja e ministrit. Ai ishte një njeri me pushtet, dhe ajo ishte bashortya e njeriu më në pushtetin në Egjipt. Jusufi alayhis salam thot, pasha Zotin Allahu më ruajt, si ta bëj unë këtë gjë ku bashorti yt më ka shërbyer, më ka rritur, më ka dhënë të gjitha të mira. Pra njëri mirënjohje dhe largohet që të largohet nga kjo situatë e sikletshme, sepse ishte njëri me nder dhe Zoti me mëshirën e tij e ruajti Jusufin alayhis salam, dhe ajo vazhdon e ndjek dhe i gris këmishën e tij nga prapa, dhe aty një dëshmitar në çastin që vjen bashorti, që vjen Azizi, e sheh këtë situatë dhe menjëherë bashortja e tij me dredhim e saj i thot, çfarë është dënimi për atë njeri që i bën dëm, që e dëmton bashortën tënde? Pastaj dëshmon një dëshmitar, thot Allahu në Kur'anin famlar, dhe ai thot për t'u sqaruar këtë çështje, nëse këmisha e Jusufit alayhis salam është grisur nga para, atëherë ai po gënjen dhe ai është prej fajtorëve. Nëse këmisha e Jusufit alayhis salam, një detaj shumë i vogël, është grisur nga pas nga mrapa, atëherë ajo po gënjen dhe Jusufi alayhis salam ka drejt dhe këmisha e tij ishte grisur nga pas. Ky detaj i vogël e shpëtoi Jusufin alayhis salam momentalisht. Ai, njëri me pushtet ministër, që tregohet një detaj shumë i rëndësishëm, duke qenë ministër, nuk e dënon gruan e tij. Njëri me pozitë, njëri me post, njëri me prestigj, siç mund ta përkthejmë në kohën e sotme, njëri që ka një post, ka një karrige, njëri që është ministër, njëri që është drejtor, njëri që ka të ardhura, njëri që ka influencë në shoqëri. Nuk e dënon gruan e tij dhe i thot Jusufit alayhis salam, ti largo nga kjo, dhe i thot bashortës, ti kërko falje për atë që ke bërë, dhe ajo qëndron në shtëpi. Pa je përtypi. Njerëzit në pozitë në përgjithësi se kanë për gale humbjen e nderit në familjen e tyre. Njerëzit me pozitë janë bërë sklevër të pasurisë së tyre dhe nuk e kanë për asgjë që i humb deri i bashortës, i vajzës dhe i familjes së tyre, apo deri i tërë shoqërisë. Por dredhit e femrës inne kaydakunna azim. Por dredhit juaja janë shumë madhështore, thuhet një ajet pikërisht në surën Jusuf të nderuar besimtar. Dredhit e femrës të vërtet janë shumë të rrezikshme. Dredhia e femrës, të gjitha komplotet që bëhen sot në botë, si burim pa dyshim që është femra. Është femra pa moral, femra e keqe. Të gjitha tundimet, të gjitha shkatarimet që bëhen në thelb është femra që është pa moral, femra që është pa besim. Të gjitha magjit, të gjitha zilit nisin pa dyshim nga femrat, nga dredhit e femrës. Prandaj profeti është lutur, o Zot nga ruaj, dhe lutur edhe dietarët nga ruaj nga sprova e femrës, nga ruaj dhe nga e keqja e femrës, të shlutur profeti sallallahu alaihi wasallam. Kjo bashorte e ministrit të financave i mbledh të gjithë bashortet e Paris së Egjiptit, sepse njerëzit filluan të flasin që bashortja e Azizit e ministrit e kishte tradhtuar bashortin e saj me sklavin e saj. Nuk po qortonin që ajo kishte shkuar drejt imoralitetit, po qortonin e tradhtoi me sklavin me atë që i shërbente. Ishte diçka rëndom. Dhe i mblodhi të gjithë parinë e grave të njerëzve me pushtet dhe e nxorrën Jusufin para grave dhe i dhanë nga një thik gjithë secilës, dhe kur pan gratë e gjithë Paris Jusufin alayhis salam, të gjitha prengishtat e tyre kur pan bukurinë e Jusufit alayhis salam, dhe thanë, ky nuk është njeri, por është një ëngjëll fisnik, dhe i tha, ky është ai i cili për cilin ju më qortuat dje, i thot bashortja e Azizit, dhe vazhdojnë komplotet e saj njëra pas tjetrës që ajo të bënte për vete Jusufin alayhis salam të nderuar besimtar. Por ajo i thot, nëse ti nuk do të bëhesh i imi, atëherë vendi yt do të jetë në burg, i thot Jusufit alayhis salam, dhe i thot një fjalë. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani fi. Thot, o Zoti, të shkojnë në burg është më e dashur për mua se sa unë të bëj diçka të tillë. Dhe njerëzit me dinjitet, njerëzit me nder të tillë janë, që nuk i nështrohen njerëzve me pushtet, nuk i nështrohen kurse si njerëzve me pushtet, qofse edhe ata e vuajnë dënimin që në të botë. Njeriu me dinjitet nuk e nështron askush.
Pra ai që i nështrohet madhështisë Zotit, ai që e di që Zoti e furnizon dhe Zoti ka caktuar çdo gjë për të, nuk i nështrohet askujt dhe ai nuk e humb dinjitetin, nderin e tij, nderin e familjes, nuk e barazon me asgjë në botë, sepse ai është kapur fort pas madhështisë së Allahut Azza wa Jall. Dhe sa histori të tilla ndodhin sot me njerëzit që janë pushtetarë. Me njerëzit që janë pushtetarë sot, kapi që nga Amerika, që kapi që nga Europa, që në vendin tonë, njerëzit në pushtet, si e përdorin femrën, si e përdosin figurën e femrës. Nderi i femrës është bërë si një plaçk që blihet në treg. Njerëz që në pozitën e tyre shfrytëzojnë çdo mundësi për të kënaqur dëshirat e tyre trupore, për të kënaqur dëshirat e tyre kalimtare në të botë, çfarë nuk bëjnë, duke përdorur pushtetin e tyre, por njeriu me dinjitet kurse nuk i bindet dhe nuk i nështrohet pozitës së askujt tjetër dhe i nështrohet vetëm Zotit të gjithësisë, Allahut Azza wa Jall. Dhe kështu Jusufi alayhis salam shkon në burg, sepse nuk ju bind bashortës së Azizit, gruas së ministrit, dhe vazhdojnë në burg dhe atje takohet me dy shokët e tij në burg, kur është historia që ata i tregojnë nga një ëndër të dyve, sepse Allahu i kishte dhënë mirësi Jusufit alayhis salam që ai të komentonte ëndrat që shikonin njerëzit me saktësinë më të plotë. Dhe atje ai ishte bashkë me dy shokët e tij dhe ata i tregojnë ëndrrën që kishin parë gjithsecili prej tyre, dhe njëri prej tyre shpëton nga ëndra, ai që do t'i shërbente verë pronarit e tij, dhe Jusufi alayhis salam i thot kur ai doli dhe shpëtoi, kur shkosh tek mbreti, kujtoje historinë time, sepse ndoshta ai do të më shpëtojë nga burgu, dhe ai kur shkon, shejtani e bëri të harrojë, thot Allahu Azza wa Jall, dhe kështu Jusufi alayhis salam vazhdoi të jetojë edhe disa vite të tjera në burg. Një detaj i rëndësishëm në këtë histori që ne do të përmendim aq sa kemi mundësi, aq sa na mëson Zoti që ne ta flasim, sepse jemi të dobët dhe me mangësi, e folura jonë është me dobët dhe fjala e Allahut është e plotë. Një detaj shumë i rëndësishëm, në kohën që Jusufi alayhis salam dëgjon ëndrrën e dy shokëve të tij në burg, ku ata i thonë na i komento ëndrrën që kishin parë, që njëri shihte sikur transportonte verë dhe dikush tjetër sikur kishte në kokën e tij kishte bukë dhe ja hanin zojt bukën e tij në kokë, dhe njëri ai që do të shtrydhte verë do të shpëtonte, dhe ai që kishte bukë në kokën e tij Jusufi alayhis salam e përshkroi sikur ai njeri do të varej, dhe pasi të varej zojt do të hanin nga koka e tij mishin që njeriu ishte varur, pa ishte kryqëzuar. Kjo ishte historia që e Jusufi alayhis salam. Ja komentoi ëndrrën dy shokëve të tij në burg. Kur ata e pyesin për ëndrat që kishin parë, Jusufi nuk i shpjegon ëndrrën fillimisht, por i flet për besimin e Zotit të gjithësisë. Dhe i thot, unë adhuroj Zotin Allahun Azza wa Jall. Wa ma kana lana an nushrika billahi min shay. Ne kur nuk mund t'i atribuojmë Zotit shok në adhurim, ne adhurojmë vetëm Zotin e gjithësisë. Dhe i thot, o shokët e mi, a është më mirë të adhurojmë një Zot vetëm që ka krijuar çdo gjë, apo të adhurojmë ata zota që ne i kemi dhënë emrat e tyre, ne i kemi emërtuar sipas dëshirave tona. Pa i flet për besimin e Zotit, i flet për madhështinë e Allahut Azza wa Jall, përpara se të flas për komentimin e ëndrave, pra Jusufi alayhis salam. Dhe kështu, pasi shoku që shpëtoi, pas shumë vitesh, mbreti sheh në ëndër 7 lopë të majme, që këto 7 lopë të majme i hanin 7 lopë të dopta, sundonin mbi këta 7 lopë të majme. Gjithashtu shikonte edhe 7 kallin të jeshil, pra kallin ngruri të njom dhe 7 kallin të thatë. Dhe kur pyet mbreti shërbëtorët, njerëzit e tij të ditur për këtë ëndër, ata i thanë është një ëndër shumë me ngataruar, nuk e komentojmë dot. Dhe atëherë shoku i Jusufit alayhis salam që shërbente në pallatin mbretëror, atëherë u kujtua, tha, e di unë personin që e komenton më së miri ëndrat, dhe shkon tek Jusufi alayhis salam dhe i thot, o njeri i drejtë, o njeri i mirë, i thot, është një ëndër e tillë që mbreti ka parë 7 lopë të majme, që këta 7 lopë të majme hajen nga 7 lopë që janë të dopta, janë shumë të imta, i thot, i dërguar që kishte ardhur nga pallati mbretëror, dhe gjithashtu ka parë mbreti 7 kallin të njom bashkë me 7 kallin të thatë. Jusufi alayhis salam e bën më një herë komentin, sepse ishte dhunti që ja kishte dhënë Zoti i gjithësisë, dhe i thot, atëherë do të mbillni 7 vjet rresht, dhe të korrat bashkë kallinësit që janë kalli do t'i depozitonin në depot e juaja dhe do të konsumonin nga këto 7 vite aq sa ju duhet për të jetuar, sepse pas 7 viteve
me bollok do të vinë 7 vite me thatësirë dhe populli do të hajë ato që ju keni ruajtur deri dje dhe pas 7 viteve thatësirë do të vinë një vit ku Zoti do të zbresë vetëm shi dhe bollok të madh për popullin, i thot Jusufi alayhis salam. Dhe kur e dëgjon mbreti mahnitet nga kjo përgjigje dhe si thua shkoi zuri dhën në komentimi ëndrës dhe e fton Jusufin alayhis salam, edhe pse ai ishte në burg, e fton, pra i thot që eja, ti tashmë ke fituar lirin, eja në pallatin mbretëror dhe çon shërbëtorin tek Jusufi alayhis salam. Një detaj shumë i rëndësishëm edhe këtu. Falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji ila rabbik fas'alhu ma balu niswati allati qatta'na aydiyahunna inna rabbi bikaydihinna alim. Dhe kur shkoi shërbëtori lajmëtari duke i thënë Jusufit, eja, tashmë fitove lirin, shkojmë tek mbreti. Jusufi nuk pranoi. I tha, jo, ktheu tek mbreti dhe i thuaj, si është puna me historinë që ka ndodhur me Jusufin me gratë, sepse deri në atë moment Jusufi kishte dalë sikur ai ishte fajtor dhe ishte në burg dhe në shoqëri, tashmë ai ishte si fajtori. Edhe ai thot, pa dinjiteti, edhe pse i ofrohet liria, ai thot, shko tek mbreti dhe thuaj, le të pyes mbreti se si është ndodhia ime me gratë që prenduar bashkë me bashortën e Azizit. Dhe ai pyet dhe pastaj del e vërteta në pa, edhe gratë e pranojnë gabimin që kishin bërë. Pra Jusufi doli pasi nderi i tij, dinjiteti i tij shkoi në vend dhe kur shkoi te mbreti, njeriu që kishte marrë një eksperiencë në pallatin e Azizit kur ai ishte ministër, Jusufi alayhis salam kishte marrë shumë njohuri nga çështjet administrative që ai kishte bërë bashkë me Azizin, që asaj kohe ishte ministër i financave, dhe kështu mbreti e mori dhe i dha një pozitë. Ti sot tashmë do të kesh një pozitë lart dhe Jusufi kërkon që të jetë ministër i financave, pra ministër i depove të shtetit, sepse atë eksperiencë kishte, atë praktik kishte bërë në shtëpinë e Azizit, që asaj kohe ishte ministër i nderuar besimtar. Dhe kështu Jusufi alayhis salam bëhet njëri me pushtet. Allahu e lartësoi, Zoti e bëri njëri me pozitë. Tashmë pasi kaluan 7 vitet e mira me bollëk, Jusufi alayhis salam konsumoi nga ato 7 vite vetëm ai sa i duheshin popullit, çdo gjë tjetër ai e depozitoi, sepse do të vinin 7 vite me thatësirë. Të transmetohet për komentimet e tefsireve që në 7 vitet që janë thatësirë, në të gjithë gadishullin ishte një thatësirë e madhe dhe njerëzit nuk kishin as bukën e gojës për të konsumuar. Dhe kështu vinin karavane nga i gjithë gadishulli për të blerë drithër, për të blerë si thuash miell për ushqimin bazë, për të jetuar, për të mbajtur frymën gjallë. Dhe kështu vinin delegacione nga më të ndryshmet dhe një ditë shkojnë vëllezrit e Jusufit alayhis salam që deri dje e kishin hedhur në pus dhe e dinin që Jusufi alayhis salam kishte vdekur, se ai kishte ndruar jetë. Pra Jusufi alayhis salam shkojnë tek Jusufi alayhis salam, ai i njeh vëllezrit e tij, por ata nuk e njohin dot, sepse kishin kaluar plot 22 vite që nga historia e pusit. Pra Jusufi ishte 12 vjeç dhe tashmë ishte 34 vjeç dhe vëllezërit nuk arritën ta njohën, ai i njohin mjaft mirë. Shkurtimisht i jep ushqimin që ata kishin nevojë në këmbim të plaçkave që ata kishin sjell, ja kthen përsëri plaçkat pas dhe i thotë që herën tjetër ja bën detyrim që të vinë me vllajin e Jusufit alayhis salam, Benjaminin, dhe herën e dytë e mban Benjaminin, si thuash, me atë dredhi që e mësoi Zoti i gjithësisë që të bënte Jusufi alayhis salam. Kthehen pas vëllezërit dhe kur kthehen, ai ja bën të qartë që ishte Jusufi alayhis salam të nderuar besimtar. Ja bëri të qartë që ishte Jusufi alayhis salam, vëllahi, dhe ata kur e pan, qalu a innaka la anta Yusuf, valla ti Jusufi je? Po, i thot Jusufi alayhis salam, unë jam Jusufi, vllai juaj. Qala ana Yusufu wa hadha akhi qad manna Allahu alayna. Dhe ky është vllai im Benjamini, Allahu na ka dhënë, na ka mëshiruar neve të dy. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Qofse do ta përmbledhim surën Jusuf në ajet, ky është ajeti që përmbledh më së miri, ajeti që kalon pikërisht në surën Jusuf. Ta di në të vërtetë që ai njeri që i frikësohet Zotit, ai njeri që është i devotshëm dhe ka frikë vetëm madhështinë e Zotit, dhe mundohet të rjetojë sipas asaj që dëshiron Zoti i gjithësisë dhe tregohet i duruar për këtë, Zoti asnjëherë nuk e humb mundin e këtij njeriu që është punë mirë, thot Zoti i gjithësisë. Ky është ajeti që përmbledh më së tepërmi
më së miri historinë e Jusufit alayhi salam. Dhe ai vëllezërve të tij thot qala la tathriba alaykumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nuk ka qortim për ju sot. Zoti do t'ju fal, Zoti ju fal, dhe Zoti është më i mëshirshëm, thot Jusufi alayhi salam. Këtu është një debat familjar, është një konflikt shumë i madh familjar, që shumë shpesh shoqëritë tona përballen sot. Familjet tona mund të përballen, gjithsesi cili prej nesh mund të ketë debat me motrën, me vëllai, mes vëllezërve, mes motrave. Pse babai do të më shumë, pse ty të bëj këtë, se të bëj atë. Prandaj prindrit do të jenë të drejtë, ndërsa dashuria është çështje zemre, por kur ta shfaqi, prindi do të jetë i drejtë me të tërë fëmijët e tij. Por Jusufi alayhi salam, pa për të zgjedhur thelbi është një marrëdhënie familjare të afërt, shumë të ngrohtë që është vëlla me vëlla, apo motër me motër, apo motër me vëlla. Synimi kur ka një debat, kur ka një konflikt shumë të madh për çfarë do lloj çështje qoftë. Dhe nuk ka çështje më madhore se kjo që ndodhi mes Jusufit alayhi salam dhe vëllezërve të tij. Pra ishte jeta. Vëllezërit donin ta vrisnin. Zerës se e vran, e lan për të vdekur. Nuk ka çështje më madhore në këtë botë. Por çfarë i tha Jusufi alayhi salam në gjendjen kur ai kishte mundësinë më të lehtë për t'u hakmarrë. Për të dënuar ata, del në pa karakteri i vërtet njeriu kur ai ka mundësi për të marrë hak, për ta dënuar atë që i ka bërë dëm. Ai çfarë i tha? La tathriba alaykumul yawm. Nuk ka qortim për ju sot. Njëjtën gjë siç i tha profeti alayhi salam Mekasve kur ai e shlijoi Mekën. Çfarë nuk i kishin bërë profetit alayhi salam? Ja morën ja pashkitën çdo gjë. Çfarë e larguan, e bojkotuan, e lan pa ngrënë, nuk lan fjalë pa i thënë, nuk lan gjë pa i bërë nga zullumet që mund t'i bëjë një njeriu. Dhe kur profeti shkoi si fitimtar në Mekë, kur gjithë e prisnin që në tashmë sot e kemi hak vdekjen. Aq e kemi bërë dëvuaj këtë njeri, pa çdo njeri mendonte që sot është dita jonë e fundit për profetin alayhi salam. Pra, të jesh me mundësinë që ti ke gjitha mundësitë për t'u hakmarrë, të falesh, kjo është cilësi e njeriu të madh, cilësi e një profeti, siç ishte Jusufi alayhi salam, siç ishte edhe profeti i nderuar alayhi salam, dhe i tha la tathriba alaykumul yawm. S'ka qortim për ju sot, jeni të falur. Të njëjtën gjë i tha edhe profeti Jusuf alayhi salam, por edhe profeti ynë i nderuar i tha të njëjtën fjalë. Ajo që del në pa del njëkohësisht edhe në mbështetja e Jakubit alayhi salam. Kur ai kur shkuan për herë të dytë i tha djemvët e tij që kur shkonin të hynin në Egjipt, hynin nga dy herë të ndryshme, mos hynin njëkohësisht. I thot Jakubi alayhi salam, i mëson fëmijët e tyre. Por ajo që duhet të mësojmë ne është innahu huwal alimul hakim, Zoti është i gjithdituri dhe është plot urtësi, i tha Jakubi alayhi salam, dhe përsëri i tha fasabrun jamil asallahu ay yatiyani bihim jamia. Herën e parë tha o Zot më jep durim të mirë dhe Zoti më ndihmoft për ato që ju po përshkruani, dhe herën e dytë tha o Zot përsëri më jep durim dhe unë shpresoj që Zoti do të më sjellë të gjithë. Pa do të më sjellë sigurisht ndjente që do të vinte edhe Jusufi alayhi salam, por edhe i biri tjetër Benjamini. Dhe kështu kur Jusufi alayhi salam i jep këmishën e tij, sepse Jakubi e donte ai shumë Jusufin alayhi salam, sa që nga të qarat, nga mundimet që ai kishte, nga dashuria, nga malli që kishte për djalin e tij Jusufin alayhi salam, me një bukuri të jashtëzakonshme që Zoti s'ka krijuar ndonjëherë krijesë aq të bukur sa Jusufi alayhi salam. Ai shumë kishte qartë sa kishte humbur shikimin e tij. Dhe kur niset karvani nga Egjipti drejt Palestinës, ku ndodhej Jakubi alayhi salam, ai e ndjeu aromën e Jusufit alayhi salam, dhe kur i çuan këmishën atij i erdhi shikimi që kishte ikur kaq vite kur mori erën e Jusufit alayhi salam. Dhe kështu ata shkuan bashkë me Jakubin alayhi salam, bashkë me bashortën e tij dhe tërë familjet e tyre shkuan tek Jusufi alayhi salam të nderuar besimtar. Dhe i thot dhe i fton në pallatin mbretëror dhe i çon babain e tij dhe nënën në fronin e Jusufit alayhi salam bashkë me 11 vëllezërit e tij, dhe ata ju përulën në shenjë respekti Jusufit alayhi salam, dhe i thot babait të tij: "Hadha ta'wilu ru'yaya min qablu, qad ja'alaha rabbi haqqan." O babain, ky është komentimi e ëndrrës që unë ta thash shumë kryet herët. Pa o Zot, o babain, unë kam parë 11 hyje, kam parë diellin edhe hënën që më bëjnë mua sejdë, pra 11 vëllezërit, nëna babai ju përulën Jusufit alayhi salam. Dhe Zoti më bëri shumë mirësi, më dha shumë mirësi, thot Jusufi alayhi salam,
sepse ju nxorri ju nga shkëtira dhe ju solli pranë meje. Dhe Zoti na shpëtoi se shejtani thot en nazagha shejtanu baini wa baina ikhwati. Pra ishte me të drejtën absolute, gjithë drejtat e kishte Jusufi alayhis salam. Fillimisht i tha, për ju nuk ka qortim sot. Dhe ata i pranuan të jemi larti, ne jemi gabimtarë. Dhe i tha, nuk ka qortim për ju sot. Dhe një detaj shumë i rëndësishëm pra në konfliktet familjare. Asnjëherë po zbëri dikush pas, mes dy vëllezërve do të vrasin për një pronë, për një konflikt. Pa Jusufi alayhis salam çfarë tha? Nuk tha pse më hodhët në pus, pse donët të mbrisnit, pse më xhelozuat, nuk i tha asnjë fjalë të tillë. Por çfarë i tha? Zoti na shpëtoi sepse shejtani mbolli armiqësi mes nesh. Dhe çfarë armiqësie kishte Jusufi alayhis salam për vëllezërit e tij? Asnjë armiqësi. Por ai atribon të keqen shejtanit e mallkuar dhe kështu kalon situata, bëhet pajtesa në familje, zgjidhet konflikti, sepse aty është hajri i madh kur zgjidhen konfliktet familjare, sepse nuk ka hajër kur ti nuk shkon vllai me vllain, apo motra me motrën, nuk ka hajër në jetë, sepse është ligji i Zotit që ti duhet të shkosh në patjetër nderuar besimtar. Prandaj nuk ka asnjë konflikt, asnjë interes që duhet ta shkel të vi hyjnore këtë vit kuqe pra që njeriu bëhet hasën i vllait, dhe vllai bëhet hasën i motrës nderuar besimtar. Prandaj njeriu me besim beson fort tek Zoti i gjithësisë, që Zoti kontrollon çdo çështje me imësi dhe atij nuk i shpëton asgjë çfarë ndodh në këtë botë nderuar besimtar. Dhe mbyllim siç thot Jusufi alayhis salam. Rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith. O Zoti, më ke dhënë shumë pasuri, më ke dhënë shumë pushtet. Ti më ke mësuar edhe të komentoj ëndrat më së miri, i thot Jusufi alayhis salam. Fatira as-samawati wal ard. Ti je ai që ke krijuar nga asgjëja qejt edhe tokën, i thot Jusufi alayhis salam. Dhe thelbi që e çon Jusufi alayhis salam, anta waliyyi fi dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Thot ti je mbrojtësi im në këtë botë dhe në botën tjetër. Një fëmijë i pafajshëm u hodh në pus dhe pas shumë vitësh ai doli krye lart me dinjitet përballë vëllezërve të tij, sepse miku mbrojtësi i tij, i njeriu, i çdo njeriu drejt me devotshmëri padyshim që është Zoti i gjithësisë dhe nuk e humb asnjëherë mundin e atij që është i devotshëm, që është njeri i mirë, punë mirë, dhe atij që duron, Zoti nuk e humb asnjëherë këtë mund dhe thotë ti je miku im në këtë botë dhe në botën tjetër, më bëj të vdes si musliman. Pra pas gjithë çfarë ka ndodhur, thelbi i gjitha historia është, o Zot, më bëj të vdes si musliman, i thot Jusufi alayhis salam, dhe më bashko me njerëzit e mirë, tha Jusufi alayhis salam. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Në të vërtetë që në historinë e Jusufit dhe të vëllezërve të tij ka mësime pafund, thot Allahu azza wa jall. Prandaj ne duhet t'i lexojmë dhe t'i jetojmë në jetën tonë të përditshme këto mësime që janë kaq koherente edhe në kohën që ne po jetojmë nderuar besimtarë. Elusim Allahun azza wa jall